Por pritët këgja shumë pritëne? Po, Adriatiku drejtorin pa tirë në telefon edhe ka të regu punën e projektit edhe këtu edhe kum prit me knatësin më të madhe. Privilet shumë i madhë edhe normal që veç u koni motiv shtesë për me vazhdu punën e cila për momentin është të shku te për mirë. Adhurës basketbolit, publikisht dua të shprej respektin tim për Andinin edhe për Endritin si dy trajner me perspektiv të madhe në basketbolin ton, basketbolin kosovar, qoftë si punëtor, si njerëz apo edhe profesionist. Andini këtë e ka dëshmu edhe vitin e kalum, edicionin e kalum, me një punë të shkëlqyeshme që e ka bërë në Turqi me skuadrën e Manisës, me cilën kishte si arritur pra një sukses prej 3 fitoreve në Champions League, pa humbje dhe gjitha ka qenë merit e Andinit. Kurse Endriti ka marrë përgjegjësinë për të udhëheqë Golden Eagle Ylli në kohët më të vështira pas dorëheqjes së trajnerit, në fakt shkarkimit të trajnerit Owens, Amerikanit, i cili u desh që të largohet nga Kosova për shkak të mos suksese edhe në kohën më të vështirë të Golden Eagle Yllit me probleme financiare, lëndime e të lashe, shumë të lashe të tjera. Endriti ka bërë një punë të shkëlqyeshme deri në ardhjen e trajnerit sloven Aleš Pipan. Andaj caktimi i tandemit Andini dhe Endriti mendoj se është vendim më i mirë i mundur që FBK ka mundur të bëj për gjeneratën kaq të rëndësishme U20, arsyet në i tregoj edhe Adriatiku. Endrit, për ty sa ka qenë kjo e rëndësishme? Po për mu me të vërtet është një krenari e veçantë, po e përfatsojmë shtetin e Kosovës, edhe njëkohësisht është gjenerat U20, dhe më thonë, sa dhe që mundohemi me i taktu mrena suazat të basketbolit, lejtarve një ashtu dojmë edhe me ndimu profesionalisht, sepse mas U20 po din që disa për këtyn lejtarve shpresojmë që kanë me kalun përfatsusën A, edhe me qenë sa ma të gatshëm për kur të dalim në përfatsusën A. Një ashtu është knatësi me punu me trajner Andin, sepse po di që veç edhe ka dalë ndërkombëtarisht ashtu është të punu dhe është shumë knatësi me i nda përvojat Andini me mua dhe me gjithë lejtarët prej aty në gjonat që i ka pa, që i ka mësu se ka qenë në Turqi. Adriatik